Astma, bronhiti, sinusët e alergjit janë ndër sëmundjet të cilat bletari Maliq Koskoviku po i trajton përmes apiterapisë. Kjo metodë po promovohet si alternativë natyrale për një sër probleme shëndetësore, veçanërisht atyre që lidhen me sistemin e frymarrjes. Koskoviku tregon që shumë pacientë raportojnë përmirësim dhe lehtësim pas përdorimit të saj. Apiterapia, domethënë në gjuhën latine, është api i bie blet. Terapia është tretman. Domethënë apiterapia e përfshin gjitha produktet e bletës. Domethënë të mirat e bletës. Çka janë? Siç është mjalti, është propolisi, është poleni, është qumshti i bletës, është helmi i bletës. Domethënë unë në kohën e fundit, kum lexuar pak më shumë dhe kum mësuar domethënë sa është i dobishëm edhe helmi i bletës. Domethënë apiterapi e përfshin gjitha këto. Koskoviku shpjegon se procesi i apiterapisë nis nga kosherja, ku përmes këtij sistemi ajri i pasuruar me produkte të bletës përcillet drejt pajisjes për inhalim. Na tash e shiqojmë domethënë këto, kjo është aeroterapia e cila bëhet sidomos gjatë verës. Tash jem në stin të dimnit, jenë tjera aparata ata që përdorën, vetëm këto e demonstrojmë se si vjen domethënë gjatë verës, kur bëhet direkt përmes bletës. Tash të shohim sa mujna me pas, sepse tash është është një pjesë, domethënë që kjo është ajo bleta, mirë po kjo gjatë verës, kjo zhvillohet, edhe duhet me pas dikun deri 5-60.000 bletë të vogla duhet me konë aktive. Po tash kjo në këtë kohë tash nuk është aktive. Gjatë verës duhet me qenë temperatura dikun përmi 20 gradë për me konë funksion. Zakonisht përmes koshereve të bletës punojmë që nga majë. Atër ngritën temperaturat edhe këto janë pregaditne. Mirë, po na tash punojmë me aparatat cilët janë special për këtë kohë, i morëm produktet e bletës. Mrana, kjo është ai aparat i cili punojmë na gjatë dimnit, i morëm produktet e bletës, domethënë pej poshtit, e morëm dyllin, e morëm propolisin, e morëm mjaltën, edhe do pjesë tjera cilat i ekzistojnë. Qitën këtë aparat, kjo aparat është e lunë dhe bon grohjen e atyne materialeve, edhe është shumë i suksesshëm. Sipas bletarit, apiterapia ndikon gjithashtu edhe në ankth e pagjumësi. Jam pej të parëve, domethënë ose i pari e që e kum hapë në Kosovë, nga përvoja, edhe pse jam domethënë apiterapeut i certifikuar, ndikon pozitivisht në astëm, në bronhitis, ndikon pozitivisht në ankth, ose domethënë që kanë probleme me pagjumësi, kjo ndikon në përgjithësi, ndikon pozitivisht në trupin e njeriu. Propolisi e poleni janë dy produkte që Maliq Koskoviku i rekomandon si antibiotik natyral, kryesisht për trajtimin e plagëve dhe forcimin e imunitetit. Në përgjithësi pyesin sa terapi ose sa seanca duhet me majt, kjo përmes bletës është dikun pej 10 deri në 14. Mirë po të fëmijët kalon edhe me ma pak seanca, domethënë 6-7 seanca ose 10 seanca, sidomos ka shumë sukses të fëmijët cilët janë në përgjithësi me antibiotik përdoren, mirë por nuk kanë sukses. Këtu ka tregu shumë sukses mirë, është për imunitet. Kështu që fëmija me 6-7 seanca, 10 seanca kanë sukses. Në varet sa është sëmundja e vjetër, ka sukses shumë të mirë. Kemë raste cilat i kanë hjek edhe pompat, edhe domethënë sidomos për ftofje të lehta, ka sukses shumë. Propolisi është një bari i cili mirët
nga kosherja e Bletës, e cilën na e proponojmë, edhe është antibiotik natyral. Për krahasim nga përvoja, po thonë, për krahasim nga antibiotiku konvencional, cili i ka 7 deri në 10 ditë, nëse nuk ka sukses, atë duhet me ndërprese bakteri i përshtatet. Është edhe poleni është, domethënë, ushqimi i larvave të Bletës. Është sikur qumshti i fëmisë. Qumshti nonës për fëmijë nuk mundet me startu, domethënë me larva, Bleta pa polen. Kjo është shumë e mirë për imunitet, domethënë ka proteina të ndryshme, i ka mbi 10 lloje të këtyre vitaminave, ka vitaminën A, B, D, C, mirë, po çka është mas e mira, është që ka edhe vitaminën C, edhe vitaminën E cila është antibakteriale. Mjalti i pishës ose i kombinuar, sipas bletarit, ndihmon edhe lehtëson në traktet e frymarrjes. E zezës, ose mjalta e molit, në kombinim me mjalt të pishës, thuhet se ndihmon shumë për organet e frymarrjes, ndihmojnë gjitha. Kryesor është me qenë mjaltë, se çdo mjalt është antibakteriale. Edhe pse i ka bakteret e veta, mirë po i ka ato bakteret e kuqe, cilat janë baktere pozitive dhe ne ndihmojnë. Njerëz kanë bakteret e veta, cilat i kanë dobishme dhe dëmshme. E kjo është, pse i ka bakteret, ato janë bakteret e dobishme. Domethënë, kjo është mënyrë natyrale, kjo është e sigurt 100%, kjo është vetëm ajo. Domethënë, mënyrë natyrale. 95% tyne kanë sukses. Ka dikush që e don pak më shpejt, mirë po krejt mbaret ajo edhe nga lloji i sëmundjes, edhe nga vjetërsia e sëmundjes. Ndërsa qumshti i Bletës shihet se është veçanërisht i mirë për gratë. Është edhe qumshti i Bletës, është shumë i mirë, është për imunitet, ndikon mirë, sidomos te gratë, është edhe i prodhum, domethënë për gjinin femrore, sepse ushqehet mëma ose mbretresha, kjo është më shumë për kuriozitet njerëzve me ditë, ushqehet mbretresha gjatë ushqimit me këtë qumsht. Mbretresha dikun i bën pej 1500 vezë deri në 2500 vezë, i bën brenda 24 orëve. Në momentin që i ndërpritet qumshti i Bletës, është domethënë i ndërpret vezë. Domethënë kjo është e prodhume për gjinin femrore, ka sukses edhe te moshkujt, mirë po sidomos për gjinin femrore ka shumë kush që kanë pa sukses, ka vinë këtu që unë e prodhoj vetë, vinë shumë për tyre që edhe mjekët i preferojnë. Ndërkohë, apiterapia mbetet një metodë që po zgjon interesim të shumë qytetarë si mjekësi alternative.